Kryeministri i Policisë së Kosovës Muhamet Lika u qëllua për vdekje në hyrje të banesës së tij në rrugën Idris Seferi në Kaçanik. Ky rast tronditës ka hapur diskutime të gjera në opinionin publik, lidhur me masa që duhet të merren për të parandaluar radikalizmin e ekstremizmin fetar. Duhet shtetit ndërmarrë diçka ndaj gjithëve, pa marrë parasysh cili nacionalitet apo person apo krejt, edhe na jemi të rrezikum si qytetar. Se Bovaki është kalimtar e merr dhaj pa faj. Me gjithë se dhaj e ka hongër pa faj. Ndërkaq disa qytetar shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë që shteti të ndërmarrë masa më të repta për të identifikuar dhe kontrolluar persona me prirje ekstremiste. Si pikë e parë, jo rregull. Tash në këtë kohë, mas lufte me në ndodhë këtë gjona, nuk ka koment. A duhet institucionet të bëjnë më shumë për të identifikuar dhe kontrolluar individët me sjellje ekstremiste? Po, duhet më tepër me pas kujdes. Institucionet që në kësaj rasti me vrojë personin zyrtar, mes më ditë kur gjë, kjo është të merr. Shteti do të më punu më shumë me vepru. Ky rast është një thirrje e fortë për reflektim, veprim dhe bashkëpunim shoqëror në mbrojtje të paqes dhe sigurisë, u than nga të tjerë qytetarë të cilët tutje theksuan se shqiptarët historikisht janë identifikuar me kulturë evropiane, andaj ideologjitë ekstreme fetare nuk kanë vend në kulturën tonë.